Jo, këta deputetët, se kam me Çuçin problemin. Nuk ja bëjnë analizën s'pako. Se janë sinqertë deri në fund. Kjo është e vërteta që duhet thonë sy aty. Çfarë rezultate shkeba? Se të kemi bërë posaçëm, me 6 milion lekë rrobë. Duhet ta bëj parlamenti këtë. Askush nuk më ka kthyer përgjigje, kam një vit që ngre këtë pyetje. Ndoshta ma kthehet i tani. Opozita e quan këta organizat kriminale të farë nga opozita, qeveria thot që këta po egzagjerojnë. Ore, kush i mbron këta, mërë, nga njerëzit më të pushtetshëm në Shqipëri? Ku e gjenë këtë fuqi, mërë? Ligji pra ligji, vullneti politik i joni pra. Ku e gjenë këtë fuqi? Vullneti politik i joni që të mbroj. Vullneti politik, po pa diskutim. Pra 10 njerëz prokuror janë vënë kundra gjithë të pushtetëve Shqipërisë. Kush i mbron, mërë? Po, pra, vullneti jon politik, pra. Vullneti jon politik, qoftë se këtu. Total, shumë mirë, se më dolet e tema i do. Tani, çështja është këtu. Unë kam thënë dhe herë tjetër, shiko. Gjithë retorika e Zotit Rama deri tani, si dashamirë, si pavarësisë së SPAK-ut, që ne nuk kemi punë të mbrojmë njerëzit tanë nga drejtësia tjetër, ka qenë një retorik fake. Po jo, ta mbaroj, ta mbaroj të lutem. Po ky është fokusoni vetëm ke para burgimit, të lutem. Po se kemi ato inteligjencë së bashku. Do them tjetër gjë. Po si je mesazh publikut. Po se kam mbaruar. Dhe unë pse them ky është Edi Rama i vërtet, se nuk e kam kohë. Çdo politik, shiko, nuk ka asnjë politikan në botë, nuk ka dhe në vende më demokratike të fliste për drejtësinë siç ka folur Edi Rama në këto 5 vite apo 4 vite, nuk ka, nuk gjen. Pra po të shikosh kryeministrin e Italisë, të Francës, të Spanjës, ore dhe ata e sulmon politika drejtësinë, ka konflikt midis drejtësisë dhe politikës. I vetmi politikan në botë që ishte kaq favor SPAK-ut, e ku diu se çfarë, ishte kryeministri i Shqipërisë. E bëri edhe Netanyahu po i dolën rrugë. Kaq dashamirës, kaq që nuk e pengonte fare, kaq për pavarësinë e drejtësi. I vetmi nuk ka kryeministër botë që flet kështu për drejtësinë siç ka folur Edi Rama për 5 vite. Po kjo është fake. Nuk është e vërtet. Sot kemi të bëjmë me pushtetin e vërtet. Se konflikti midis drejtësisë dhe politikës historikisht ka ekzistuar dhe është i vërtet. Dashuria midis drejtësisë dhe politikës është fake. Se nëse është dashuria, atëherë nuk kemi drejtësi. Nëse ka konflikt, ka drejtësi. Dhe gjithë kjo dashuri e madhe e qeverisë për drejtësinë ishte fake. Po jo, pra nuk është fake. Nuk ka dashuri midis drejtësisë dhe pushtetit. Nuk ka dashuri. Nuk ka dashuri midis drejtësisë dhe pushtetit. Nuk ekziston. Nuk ka. Dhe sot s'ka dhe s'ka pas asnjëherë. Po ka vullnet politik për të ndërtuar institucione të reja, po patjetër, se nuk besoni pra, se je kontradiktor vetë. Po ju keni shkarkuar kryetari i Bashkisë Tiranës, keni shkarkuar. Kryetari i Bashkisë Tiranës të zgjedhur me vëllë keni shkarkuar. Të dëgjova. Po e keni shkarkuar më para 3 muaj. Je kontradiktor. Unë jam kontradiktor. Pse? Ka një vit që them të njëjtat gjëra. Pse nga njëra anë thua që Edi Rama e ka fake gjithë retorikën. Po prit pra tani. Fake gjithë retorikën për drejtësinë. Ky është e vërtetë, sot është. Ore, kush i mbron këta që i bie edhe qeverisë edhe opozitë? Po pra, i mbrojnë institucionet që kemi ngritur ne, i mbrojnë vullneti politik për të mos i prishur ato institucione. Sepse ne e kemi mazhorancën e cilësuar sot në parlament, ku mund ta çbëjmë të gjithë drejtësinë e drejtësisë. Dhe nuk e bën. Dhe ky është vullneti politik. Po vjen një pyetje. Ky është vullneti politik. Se Erion Beliat e shkarkuan dhe Belim Balluku e mbrojtën. Si ishte deputet Erion Beliat? Është më keq, është kryetari i bashkisë e shkarkuat më. Jo, më se shkarkuan. Për një çështje hetimi e keni shkarkuar. Jo, më se nuk e shkarkojmë dot më. Po ka shkuar vendim Këshilli i Ministrave, më çfarë thonë? Ajo ishte një vendim i sforcuar, shumë i sforcuar, për t'i hapur rrugë zgjedhjes së një kryetari të ri i cili duhet kujdeset për Tiranën, sepse po mos kishte, dhe siç është dhe sot, që ka një vakum shumë të madh në menaxhimin e Bashkisë të Tiranës, që është kryeqyteti i Shqipërisë, për shkak të mungesës të një kryetari bashkimi në krye. Pse e thash fjalinë në fillim që sot është mbrojtur personi dhe institucioni, se kjo mazhorancë në raste të ndryshme ka pas sjellje të ndryshme. Nuk ka një, duke filluar që nga lideri i opozitës, që nga rasti i Beliat, ta përfundoj se do të shkojnë në reklama, se e vijojnë pjesën e dytë. Unë nuk po them e ka qasje të drejtë apo të gabuar. Po them nuk e ka koherente. Kjo është koherente. Po pra, atë po të them pra. Se ka. Ato po të them pra, se je kontradiktor me veten. Unë jam kontradiktor fare. Sepse thua nga njëra anë që është fake,
e gjithë retorika. Se nuk mund të ekzistojë. Se Ja, dhe prita nuk është vetëm përfundoj, retorik, prita lutem shumë. Janë veprime konkrete. Janë veprime konkrete, janë ligjet miratuara, janë institucionet ngritura, janë e gjitha vullneti majorancës tonë. E gjitha, absolutisht. Dhe se këtu kemi qenë 30 vjetë, pse si kanë bërë tjerët? Se ishte ideja se ndërkombëtarët, se aty këtu kanë qenë ndërkombëtarët. Ishte vullneti jonë. Dhe nga ana tjetër, thua dhe është habia jote normale që ore kush i mbron këta? Po jo se opozita i sulmoni, ju i sulmoni. Po jo përse nuk i sulmoni pra keni gabim. Po ç'a ishte ajo sot? Asgjë mos ishte ajo, s'ishte fare, ajo ishte për, po ja pra të them unë. Para burgimi është një shqetësim që e ka sjell Këshilli i Europës. Po nuk mund zgjidhet me rastin Balluku kjo çështje pa Fal, bërë. pa tani Ai po thoshte prokurorin që do ju kanë ditur ti thuaj ku mos të ishte vjen sulm. edhe ta bëllë ty me jashtë standardit sigurisht do kesh një reagim për këtë gjë. Ai po thoshte prokurori dhe nuk ju është- kanë dhe ditur nuk ti thuaj është se ishte se- sulm. Nuk është se është era parë që Ti fujti po mbrojnë parimin e rastit Balluku. Prit se ka Shko kjo punë tash. Balluku erdhi. Dëgjoj. Ti kishte arnë tjetër, do Tani, bëhesh me tjetër. tani. Kanë gabuar me Tani Berishën, unë jam dakord. Pse me Metën? Si arrihet në Po, s'ishte konkluzionin, imunitet. m'fal Ylli. Tjetër Si arrihet në konkluzionin që është një lloj persekutimi politik? Po. Apo jo, si arrihet në konkluzionin? Të nuk e di unë gjykon Po politika. se di funksionimi i majorancës. Shumë le të them. Shkurt ta thotë çfarë se duhet shkojë reklama, jam Gjitha onest. rrethanat, Jam Pengohet shumë onest. funksionimi i majorancës. Unë shoh gjitha rrethanat dhe në qoftë se unë arrin konkluzion që është krejtësisht e pa justifikuar kërkesa për këtë gjë, Atëherë them që është pa politik. diskutim që mprish balancat politike, sepse nuk është rast normal i thjesht që numrin 2 të mazhorancës qeverise, që ka dalë, sapo ka dalë nga një palë zgjedhje ku është deleguar sovraniteti në shumicë të cilësuar Partisë Socialiste, të marrësh dhe të arrasësh burg dhe të prishësh gjithë ekuilibrat dhe të prishësh edhe raportin Ti bëj qefin gazbardit. raportin e votuesve e njerëzve që e kanë çuar atje Jo, për t'i me bëj qefin deputetin gazbardit, dhe Ylli. këto gjëra mos i quhuni që janë gjëra kot, Si janë quaj gjëra fare, shumë të bre. rëndësishme për Po demokracinë, nuk e gjykon jo për dot Belindën, unë, si për quaj ka demokracinë. gjykata ky vend. Dhe ne do ta shohim me shumë kujdes këtë gjë. Po, Dhe shumë këtë me do- shumë kujdes E do pa ta me shoh. shumë kujdes që dhe prandaj ti rreshtova të gjitha. E para vepra është një vepër penale në kufi të kundërvajtjes penale. E dyta, gjykata është shprehur shumë qartë që masa e sigurisë në rastin konkret të 99% të të është ajo që është dhënë, pra të hiki nga zyra dhe mos të hiki nga shtetit. E treta, janë disa rrethana, siç ti përmenda, që hetimi e Pandeu është marrë 12-13 muaj mbasi i ka pasur në dorë provën për këtë gjë. Pra kjo krijon një dyshim. Të gjitha këto janë se unë s'jam gjykat. Ta them që kjo është kështu, kjo është kështu, kjo është. Unë krijoj bindjen ti time. gjykata po Unë bëj, krijoj jo, se bindjen time politike. po, Dhe kam të drejtë i them të gjithë grupit tim parlamentar, shiko, ekzistojnë Ai gjitha ka këto provë rrethana. mjaftueshme, tha është thjesht një Dhe dëshmi kod në celular. raport me atë që përfaqëson Belinda Balluku, jo emri, po me atë që përfaqëson, pra numri 2 i qeverisë, ka dalë dhe ka fituar zgjedhjet dhe ne si mazhorancë kemi marrë, sapo kemi marrë një mandat të cilësuar nga shqiptarët. Edhe kjo Dhe s'është argument. Dhe nëse vjen dhe pasoja që sjell, pasoja ta mbaroj. Pasoja Nëse që sjell, vjen, nuk është duke argument. quar burg, Nëse ke bërë Kërkesa ishte vërtet më frikshme. Kërkesa ka pas më lehtë vëlla. Populli të jetë të drejtë përfaqësosh jo të shkelësh ligjin. Do ta thotë qeveria. Populli të jetë të drejtë përfaqësosh jo të shkelësh ligjin. Po pra pa diskutim pra, hetoje, çojë në burg. Amin rregull, Çojë në burg pra. Po kjo nuk është argument. Ta tha Manjani shumë bukur. Fakti që më ka Ne shkojmë në reklama, Gjithë si pas instrumentat reklamave. i ke për ta Pas reklama hetuar kam unë. deri në një. Okej, shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas rikthehemi në pjesën e dytë.